është si një parapërgatitje psikologjike, do të thoja unë në këtë rast, e cila do të ndihmonte për të patur më besim tek vetja, për të qenë më të përqendruar kur të vi dita e provimeve, që tashmë po afron dhe shumë pak ditë i kanë ngelur, pothuajse 3 javë pasi mbaron procesi mësimor, dhe i bën që të kenë më besim në vetvete dhe të jenë më të sigurt për rezultatet që ata do të marrin në qoftë në ciklin 9-vjeçar, qoftë në atë të gjimnazit. Atëherë, çfarë duhet të ndjekin apo çfarë duhet të bëjnë? Së pari, unë do t'i thoja të gjithë nxënësve të ciklit 9-vjeçar, që është thjesht një provim, nuk kanë as pse ta marrin me stres, as pse të kenë mendime apo ndjesi negative, të ndjekin rrugën që kanë ndjekur deri tashmë, të cilët janë përpjekur që të mësojnë, të marrin rezultate, të jenë pra sa më të përqendruar, sa më të fokusuar tek mësimet. Kjo është hapi kryesor që do t'i ndihmonte për të pasur rezultate më të mira, por siç e thash dhe për të ndjerë vetë ata më mirë nga ana psikologjike, sepse presioni i provimeve në fakt, qoftë i atyre të maturës shtetërore, por qoftë edhe i ciklit 9-vjeçar, është i madh në periudhën kur afrohet provimi. Dhe është një moment sa stresues në thonjza për nxënësit të cilët në fakt po e kalojnë këtë periudhë, ashtu edhe kam përshtypjen edhe për familjen, sepse jam e bindur që kthehet në një problem, po themi familjar, arritja sa më e lartë e rezultateve tek fëmijët e tyre, patjetër, sepse sikurse e thash, sidomos për ata të cilët bëjnë provimet për minimaturën, që është goxha më e lehtë, pra duhet ta marrin sa më lehtë të jetë e mundur. Gjithsesi ekziston, po themi, ajo frika që do të jenë aty ku duhet apo jo. Rezultatet rezultatet e ciklit 9-vjeçar, patjetër që po, që kanë një ndikim, edhe pse nuk është pra një mesatare për të qenë një gjimnast të përgjithshëm apo për të zgjedhur shkollën profesionale, por gjithsesi ekziston dëshira e prindërve gjithmonë është e madhe që fëmijët e tyre të dalin me rezultate sa më pozitive, por ajo çka unë do të thoja në këtë rast është që të gjithë të rinjt duhet të ciklit 9-vjeçar, por edhe ata të gjimnazit, duhet të ndjekin atë çka kanë pasur gjithmonë mundësi të bëjnë, të japin nga vetja e tyre, dhe mos të kenë as presionin e ndikimit familjar të prindërve, apo dhe as të bashkëmoshatarëve të tyre. Pra, gjithçka ta lënë të rrjedhë e lirë, dhe kjo do t'ishte shumë pozitive dhe do t'ishte një faktor kryesor i cili do t'i ndihmonte shumë për të pasur rezultate sa më pozitive, do të thoja në këtë rast. Dhe si duhet të menaxhuar e gjithë kjo situatë kur flasim sidomos për çështjen emocionale, po jo vetëm